I nderuari prefekt, zoti Shkëlqim Hajdari, mirë se ka ardhur në Aleancë Kosovare të Biznesit. Zoti Kujtim, falënderit për gjithë angazhimin tuaj për të realizuar sot kjo vizitë në Kosovë dhe sot jemi këtu për të diskutuar për shumë takime që kemi pas të kaluar dhe do të kemi të ardhmen. Në emër të Aleancës Kosovare të Biznesit, i nderuari prefekt, të urojmë detyrën e re. Në emër të gjitha bizneseve të Kosovës, të falenderojmë për dje që ishe kryespektor shtetënor dhe i kem mbështet bizneset e Kosovës në Shqipëri atje, në forma të ndryshme, dhe pikërisht falë mbështetjes tuaj të institucioneve të shtetit të Shqipërisë dhe partnerve lokal të Shqipërisë, shumë bizneset të Kosovës, shumë investitorë të Kosovës kanë ardhur në Shqipëri, janë duke investuar vazhdimisht. Stoku investimeve në Shqipëri, sipas statistikave tona, në fund të vitit 2025 ka shku mbi 700 milion euro. Produktet e Kosovës në Shqipëri kanë një treg të mirë, shkëmbimet tregtare janë në nivelin e duhur, por jo ato që ne dëshirojmë. Njëkohësisht edhe shkëmbimet tregtare mes dy shteteve tona kanë shënuar një rritje të mirë. Së fundi kemi disa pengesa në Kosovë që janë paraqitur nga shumë eksportues të produkteve shtazore që vinë në Kosovë për shkak se avuku Ministria e Bujqësisë ka marrë një vendim për një kontroll të shtuar të produkteve që hynë në Kosovë dhe ne kemi kontaktuar me gjitha institucionet për mbrojtjen e bizneseve në Shqipëri, po ashtu dhe biznese, kemi ngritur këtë çështje në nivel shtetënor, janë duke u trajtuar këto ndalesa, këto probleme që janë, po them, sporadike, për arsye se këto mund të zhvillohen. Na gëzon fakti që nga një maj mes Kosovës dhe Shqipërisë tashmë është hiq kontrolla e gjithë pasagjerëve dhe kalon me lehtësira, por do duhet të dy shtetet tona të marrin një vendim që mos t'jemi vëllezër vetëm gjatë sezonit së verës, por t'jemi vëllezër 365 ditë dhe mos ketë kontrolla në asnjë nënë. Këto vendime do t'i merr dy qeverit tona, edhe pse janë nënshkruara mbi 200 marrëveshje mes dy shteteve tona, pothuajse ma shumë se 50% nuk janë në realizim e sipër. Raportet ekonomike mes bizneset të Kosovës dhe Shqipërisë qëndrojnë shumë mirë, ato vllazërore dhe më mirë, por ato ndër shtetënore do duhet që të avancohen më shumë, për arsye se shpesh në me kjo një kujtim Dervishi këtu thotë që ne do të ishim shumë të lumtur sikur kryeministri i Kosovës dhe kryeministri i Shqipërisë së paku një herë në 15 minuta pinga një kafe bashkë. Kjo do të ishte shumë domethënëse për neve, por nuk është pengesë. Prapse populli, qytetarët e dy anëve janë ka vllaznohen për çdo ditë më shumë, janë ka ngritin nivelin e besimit dhe të investimeve të përbashkëta, dhe kjo është shumë mirë. Faleminderit kryetar, miku im Agim, të nderuar drejtues të Aleancës Kosovare të Bizneseve, miq të nderuar, ndjehemi respektuar dhe kam pranuar me shumë kënaqësi vizitën tek juve, nisur nga i gjithë aktiviteti juaj ndër vite në shërbim të organizimit të biznesit të Kosovës,
rreth shoqatës tuaj dhe vendosin në urave të komunikimit ekonomik, shpirtëror, me bizneset e rajonit dhe kryesisht me bizneset që janë në Shqipëri, në Maqedoninë të Veriut, në Malzi, në Preshev. Ashtu si kundër tha dhe kryetari, të gjithë nga pak duhet të ndihmojmë duke qenë të bindur që prodhimi me cilësi i çdo fushe të veprimtarisë ekonomike të sipërmarrjes në territoret tona i shërben zhvillimit të ekonomive dhe prosperitetit të shteteve të ndara, territoreve të ndara shqiptare, por kombit në tërësi. Ju e cekët pak që reformën e inspektorateve, pra këto policët në thonjzat që duhet të garantojnë mallra të sigurt, veprimtari ekonomike, prodhuese të sigurta, po edhe fushat e tjera të inspektimit, siç janë mjedisi, pyjet, transporti. Unë kam parë si një reformë që nuk duhet u bënte vetëm në Shqipëri, por duhet ishte unifikuar edhe për territoret e tjera të gjithë Ballkanit dhe kryesisht në vendet tona, siç është Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Malizi. Jam i gëzuar se në Kosovë është bërë i njëjti organizim i reformës madhe të inspektimit. Kosova tashmë prej 3 vitesh, më shumë se 3 vitesh ka inspektoratin e përgjithshëm dhe ka bërë një strukturim të gjithë inspektorateve, duke filluar nga i shëndetësor, i punës, i ushqimit edhe me radhë. Spari ju dëshiroj me se ardhe në lancën e biznesit edhe të uroj sukses në punën e re. Ne si që kemi diskutu bashkë atje me vetë shiremi ku i operu në Primikoms, ku i operu në atë fabrikën e prodhimit të huzve. Sa i përket lehtësira ka, me të vërtet, ka një ndryshim i madh është në këto vitet e fundit. Tu e marrë për bazë edhe kalimin e kufirit, po si tha kryetari që kjo duhet jetë 365 dite, jo vetëm. Çdo herë ka barjera, po janë, unë shoh se këto vitet e fundit veç janë të eliminuar, po ka ende. S'po du tash edhe ngarkoj edhe me arsye, po kryesisht shumica është për ka e mora. S'kisha diçka me potencue, ju uroj sukses. Neve na han shumë kohë burokracia. Unë nuk jam burokrat. Edhe ju urrej zyrtarët burokrat, që duan t'i zgjidhin problemet masi të kenë hëngur dregën, masi të kanë flet gjumë, masi të ketë ardhur kërkesa, ta shohim nesër mjes, ta studiojmë. Unë nuk jam ashtu. Juve duhet i thoni çdo lloj biznesi që operon në këtë qark, të ketë numrat e kontaktit prefekturës, numrin tim, se unë du me i zgjidh muhabetet në telefon. Unë nuk kam kohë, biznesi nuk ka kohë me prit. Sa të vi kërkesa, ata janë gjithë ditë humbje. Humbje financiare, humbje për të ndërtu gjoja, ose për të majtë ritmi, ose për të plotësuar kontrata eksportit e tjerë. Kështu që të mësohemi, për mendimin tim, që ashtu siç operoni ju, duhet të operojnë dhe zyrtarët. Çfarë janë tomë që mezi hapin telefonin? Për çfarë të është shërbim publik, si këtu në Kosovë, si në Shqipëri. Ne duhet të fusim një kulturë tjetër për mënyrën se si duhen zgjidh hallet e njerëzve. Alianca Kosovare e Biznesit ndan me njohje për zotin Shkelqen Hajdari, ish kryeinspektor i shtetit të Republikës së Shqipërisë dhe kryetar i prefekturës së Tiranës, për kontributin e dhënë në mbështetjen e biznesit Kosovës në Shqipëri, si dhe bashkëpunimin korrekt që ka afruar gjithmonë dhe vazhdon të afrojë. Prishtinë 13/05/2026, i nënshkruar nga unë kryetari i Aleancës Biznesit, të përkrahur dhe të miratuar nga bordi i Aleancës. Zoti kryetar, pranon e këtë minjoje e cila simbolike e ka më të madhe se sa vlerën, dhe besoj dhe shpresoj që
kjo minjoje për ju do t'jetë një nxitje më madhe që t'i mbështetni bizneset e Kosovës në Shqipëri. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Po ashtu, kjo minjoje ipet edhe përcjellet edhe me një shaj respekti, me një medalje, trall që Alianca Kosovare Biznesit jep. Dhe kjo është hera për herë të pesë Kosova ose Alianca Biznesit jep një minjoje, një medalje të tillë. Zoti, Faleminderit shumë. faleminderit. Shumë faleminderit. Lume, faleminderit Lume. Lutem. Faleminderit. Nikosisht, nikosisht, simbolika e dhuratave tona është gjithmonë domethënëse kombëtare. Fabrika Solid Suharik ka nda një park puc për ju, për zyrën tuaj, që simbolizon dy shtetet tona në një vend. Faleminderit shumë. Këto dy kpuzët, sigurisht bashkë me këtë minjojën, do jenë zyrë prefektit Tiranës derisa unë të jem prefekt. Dhe do krenohem me këto dy atlete, njëra me ngjyrën provizore Kosovës, duke shpresuar që kjo ngjyra t'jenë vinë tu, po derisa t'jenë kështu do t'i majmë kështu, që t'ina në rregull me protokollet ndërkombëtare. Dhe këto janë çmim dhe dhurat që i ben edhe unë i pranoj me shumë kënaqësi dhe i takojnë edhe gjithë bashkëpunëtorëve tuaj që ju keni në Shqipëri. Vëllezërve që ju keni në Shqipëri, me cilët punoni çdo ditë bëni biznes me njëri tjetrin, takoni për gëzime, takoni për idhërime, për aktivitete, kështu që shpresoj shumë dhe çdo ditë që kalon u bashkofshim akoma më shumë dhe bëshim punë sa më të mira për Shqipërinë, për Kosovën dhe për gjithë kombin tonë. Faleminderit shumë. Lëmë goja. Shqipërinë. Lëmë goja.